Selamu alaikum, kjo është mesaji 35 një minutësh. Një njeri shumë i pasur një natë duke u kthyer në shtëpi, u habit kur pa në krye të rrugës që shpijente tek shtëpia e tij një njeri të pastreh dhe e pyeti: "A nuk e të ftohtë sepse ishte natë e acartë?" Tha po, kam shumë të ftohtë, por jam mësuar ta përballoj atë. Atëherë i tha: "Mos u brengos, do të sill më një herë një batanie të ngrohtë nga shtëpia." Por kur shkoi në shtëpi, u mor me familjen, u kënaq me ta, ishte ngrohtë brenda, jashtë shumë acar, shumë ftohtë dhe harroi të pastrehun. Në mëngjes, kur doli të shkojë në punë, e pa në dyert e shtëpisë së tij njeriun e pastrehtë që kishte ndëruar jetë. Dhe pranë tij gjeti një letër, në të cilën shkruante kështu: "Kur nuk kisha as pak shpresë, isha mësuar të përballoj të ftohtin dhe e përballoja atë me shumë sukses. Por kur ti më the se do mos sjellësh batanien, atëherë unë mbështeta në batanie dhe i humba të gjitha forcat e mia." I dashuri vëlla, e dashura motër, mesazhi nga kjo ndodhi është shumë i thjeshtë por shumë i madh. Mos je pas një herë premtime që nuk mund t'i mbash, sepse ato që për ne mund të jenë thjesht fjalë goje, për dikë tjetër mund të jenë gjëra prej cilave varet jeta e tij.